Presidenti Trump kërcënon me shkurtime ndaj agjencisë demokrate. Donald Trump kërcënoi me shkurtime të mëdha në ato që i cilësoi agjenci demokrate, ndërsa mbyllja e qeverisë federale ka hyrë në ditën e katërt. Rreth 750.000 punonjës janë dërguar në shtëpi dhe qindra mijëra të tjerë po punojnë pa pagesë mes mosmarrëveshjeve për financimet federale. Pas mbylljes së qeverisë federale, presidenti Donald Trump ka intensifikuar kërcënimet për të reduktuar burokracinë duke paralajmëruar shkurtime të mëdha në atë që ai e quan agjenci demokrate. Ndërkohë demokratët dhe republikanët po përgatiten për një betejë të gjatë mbi financimet federale. Presidenti Trump deklaroi së bashku me drejtorin e buxhetit do përcaktojnë se cilat agjenci do të përballen me shkurtime, duke e cilësuar këtë si një mundësi për të hequr qafet pa nevojshme dhe për të riorganizuar qeverinë. Mbyllja e qeverisë ka hyrë tashmë në ditën 5, po të diskutojmë edhe 2 ditët e weekendit, duke detyruar rreth 750.000 punonjës federal që ndrojnë shtëpi, ndërsa 200.000 të tjerë të konsideruar thelbësor po punojnë pa pagesë. Shumë institucione dhe shërbime publike janë detyruar ndërpresin aktivitetin për shkak të mungesës së fondeve. Ekspertët paralajmërojnë se presioni për zgjidhje do të rritet vetëm atëherë kur përvojat dhe pasojat e mbylljes të prekin drejt për drejt qytetarët amerikanë.